Serbia dhe natyrisht që për të normalizuar marrëdhëniet midis dy vendeve tona është e domosdoshme që ata pikë së pari t'ua dorëzojnë autoriteteve të shtetit ton Milan Radojićin, kryekriminalin i cili na e vrau rreshterin policor, heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, më pastaj të pranojnë të nënshkruajnë marrëveshjen bazike me aneksin e zbatimit e njëkohësisht edhe të tërheqin atë letrën nga dhjetori i vitit 2023, kur ish kryeministri Brnabić pa të thënë që nuk respekton integritetin territorial të Kosovës. Unë besoj që normalizimi është i mundur, trysnia duhet të jetë mbi Beogradin dhe gjithmonë e mirëpresim rolin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilët paraqesin aleatin ton kryesor, partnerin e pazëvendësueshëm dhe mikun special në tri fusha kryesore. E para është mbrojtja,